Mirë se erdhët, rubrika Bëj e vetë me Stella Nikollën, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Duke shumë bukur me këtë stilin e ri. Faleminderit shumë. Të shamin e vendosur, Gjithmonë një gojë bëj, por që unë preferoj kjo vapaniki është që ke padurueshme, sidomos për ne gratë që kemi këtë problematik, se jo të dalim pa filtra, të dalim ashtu si që jemi, të duam veten ashtu si që jemi, me ato pak flokët që na kanë dalë, me këto shajet e bukra, të njerë dhe paruket, dhe derisa të vjen ajo dita që ne të kemi ato flokët e bukra, që jam e sigur që po vjen shumë shpejt. Edhe do të shohim pastaj me flokun tënd origjinal, që ka filluar zhmbushur, është plotësuar, apo jo? Po, ka filluar, ka dalë, që sot zgjodha të vë këtë si tip shalli në kokë, që ndoshta t'jap edhe ndonjë ide për mikeshat e mia, që dukemi bukur gjithmonë kështu. Atë që zgjedhim, atë që si ndjehemi ne, atë transmetojmë dhe mendoj të tjerët. Dhe faleminderit që je kështu e drejt për drejt dhe pa komplekse për të treguar gjërat ashtu siç janë në të vërtetë. Sot do të tregojmë 2 maska. Po. 2 procese pune të shkurta të thjeshta për në shtëpi. Njëra ishte për qerpikët apo jo? Atëre, për qerpikët se mendojmë gjithmonë për flokët, po pse nuk kemi diçka për qerpikët, edhe ato kanë nevojë për kujdesjen e tyre, e di që e teprojmë pak me ato qerpikët falso, jo po me rimelin ditë për ditë, kështu që të mundohemi të përdorim edhe disa maska ushqyese që ti kemi më të shëndetshëm. Kështu që është shumë e thjeshtë, si gjithmonë kemi rozmarinën, që nuk mungon asnjëherë, për zgjatjen, për ushqyerjen, për gjitha, kemi folur shumë për efektet e rozmarinës. Vetit e saj, për flokët. Atëre, pa humbur kohë, e kemi vendosur në një tenxhere, kemi zier 5 minuta rozmarinën, kemi marrë 2 gjese, 2 dek, i kemi hedhur, ka zier dhe e kemi kulluar me kullesën. Pastaj kemi hedhur farat e linit. Farat e linit që janë të mbushura me acidet yndyrore, me omega 3, është ai efekti gel, efekti pak botox, kështu që Të kemi si dhe si maskë fytyrë me farat e linit. Kemi përdorur shumë herë, mund ta përdorim dhe për flokët përderisa e përdorim për qerpikët. Atëherë, e hedhim në lëngun e rozmarinës që përfituam gjatë zierjes, i lëm dhe këto 5 minuta që të zjejnë, dhe është krijuar kjo masa si veshtullore. Kështu që unë e kam bërë gati për efekt kohe dhe e kullojmë. Tani kjo do jetë shumë e vështirë që të kulloj. Çfarë mase gjelatinoze krijohet prej efektit të farave të lirit? Edhe për flokët është shumë e mirë, edhe për lëkurën gjithashtu. Këtë herë, po e sugjerojmë që ta përdorim për qerpikët, për vetullat, po ashtu mund të jetë një opsion shumë i mirë për lyerje. Është çuditëbërse. Unë e dashuroj farat e linit në fakt sepse është e mirë për të gjitha, si për ta konsumuar, si për ta përdorur për maska. Nuk është se ka. Sepse imagjinoni që ky lloj xheli do të jetë në aparatin tretës, do të jetë zbutje dhe aktivizon ato peristaltikën e zorëve nëse ne e konsumojmë, imagjinoj efektin që kemi pastaj të jashtëmi. Plus pastaj nuk ka dhe një kosto të lartë që nuk është e përballueshme, se gjithmonë mundohem që të bëjmë maska me gjëra sa më natyrale, që dhe neve, atëre, si që është përfituar kjo gjeli, me ato kemi disa kështu krehër qerpikësh. Furçat që lyejmë qerpikun, nuk ta pastrojmë të vjetër. Sigurisht që duhet pastruar, thjesht me pak sapun ajo pastrohet, edhe çdo darkë lyejmë qerpikët. Flëm me këtë maskë, nuk ka nevojë ta heqim. Dhe nesër mëngjes thjesht shplajmë fytyrën edhe i kemi qerpikët më të bukur dhe më të shëndetshëm. Kjo maskë sasi qëndron, le themi, në dollap për disa ditë. E vendosim në frigorifer. Nuk ngrin, nuk ka asnjë problem. Gjithmonë në frigorifer e freskët. Kështu që dhe qerpikët tanë ndihen më të freskët, më të ushqyeshëm. Çdo mbrëmje një ushqim natyral për qerpikët, sepse kemi prekur çdo pjesë, flokët, lëkurën, edhe ato kanë nevojë për të ushqyer, sidomos për persona të cilët ekspozohen ndaj përdorimit të tepruar të rimelit, që kanë të make-upit gjithashtu. Tani po ta shohim mosha shullur pak e make-upit, sepse unë e has me gocën time që 14 vjeçe, kanë dëshirën e rimelit, kanë dëshirën e një blashi, të gjëra të tilla, dhe unë mundohem sa më shumë që ta ndihmoj për ta parandaluar këto problematika që duam s'duam na japin. Janë aty prezent.